Gjatë vitit kaluar në territorin e vendit ndodhen 1666 aksidente rrugore. Krahasuar me vitin 2023, numri i aksidenteve u rrit me 23%, që lidhet kryesisht me shtimin e fluksit të qarkullimit rrugor nga qytetarët, për shkak të rritjes së numrit të automjeteve në qarkullim, si dhe rritjes së ndjeshme të fluksit turistik gjatë 3 muajve të verës. Sipas të dhënave të raportuara nga Ministria e Brendshme, shkaqet kryesore të aksidenteve për vitin që lan pas mbeten të njëjta me ato të viteve të mëparshme: mos respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor, drejtimi i automjeteve nën ndikimin e alkoolit, tejkalimi i shpejtësisë të lejuar, përdorimi i celularit gjatë drejtimit, si dhe faktorë të tjerë që lidhen me pakujdesim në rrugë. Paralelisht me rritjen e aksidenteve, janë shtuar edhe masat administrative të vendosura nga Policia e Shtetit. Gjatë vitit të kaluar u vendosën rreth 1.18 milion masa të tilla, që përfshin gjoba, pezullime të leve të drejtimit, si dhe ndëshkime të tjera sipas ligjit. Sipas raportit vjetor të Ministrisë, ky është një tregues pozitiv, pasi dëshmon për rritjen e ndëshkueshmërisë dhe forcimin e kontrollit ndaj shkelcëve të rregullave të qarkullimit rrugor. Gjithashtu, për të parandaluar shkelje dhe për të disiplinuar qarkullimin rrugor, strukturat e policisë rrugore kanë ndërmarrë edhe masa administrative shtesë, si kontrollet të shtuara në akset kryesore, vendosja e radarëve dhe kamerave të sigurisë, si dhe pranim më të madhe të patrullave në zonat me risk të lartë aksidentesh.